Takimet e këtilla padyshim që na japin mundësinë të dalim qoftë edhe për pak nga ritmi i përditshëm i diplomacisë dhe ta shohim politikën tonë t'jashme në një horizont më të gjerë. Kjo është veçanërisht e nevojshme sot, kur shumë nga parimet mbi të cilat bazohet rendi ndërkombëtar i dekadave të fundit po vihen në pikpyetje. Raportet ndërmjet fuqive të mëdha po ndryshojnë, ndërkaq ekonomia, teknologjia dhe siguria janë bërë pjesë e së njëjtës zgarë për ndikim. Institucionet shumëpalshe të ndërtuara mbi bindjen se rregullat mund ta kufizojnë fuqinë, përballen gjithnjë e më shpesh me raste kur është fuqia ajo që përpiqet t'i përcaktojë rregullat. Në këtë realitet rëndësi të veçantë ka mënyra se si shtetet e ndërtojnë dhe ushtrojnë ndikimin e tyre në marrëdhëniet ndërkombëtare. Aleancat, partneriteti dhe institucionet nuk janë vetëm mjete përmes të cilave shtetet ndjekin interesat e tyre, por edhe burime të rëndësishme të ndikimit ndërkombëtar. Për shumë vite, diplomacia jonë është përqendruar me të drejtë te mbështetja që i nevojitej Kosovës për njohje, antarësim në organizata ndërkombëtare, vota dhe përkrahje politike. Por marrëdhëniet ndërmjet shteteve zgjasin atëherë kur përtej kërkesës së radhës, të dyja palët kanë arsye ta ruajnë dhe ta zhvillojnë atë marrëdhënie. Prandaj puna është të gjeni edhe ato pika ku interesat tona përputhen, ku Kosova ka çfarë të ofrojë dhe ku bashkëpunimi është në interes të dyja palëve. Në më pak se 2 dekada shtetësi, Kosova ka arritur të ndërtojë një pozitë ndërkombëtare që diku dukej shumë e largët. Sot na njohin 121 shtete, ndërsa njohjet e reja gjatë vitit kaluar dëshmuan se ky proces nuk është mbyllur dhe se qëndrimet të mbajtura për vite mund të ndryshojnë. Mosnjohjet nuk janë një kategori e vetme politike. Spanja nuk ka të njëjtën histori me Greqinë, Greqia nuk ka të njëjtat interesa me Slovakinë dhe asnjëra prej tyre nuk e sheh Kosovën në të njëjtën mënyrë si një shtet në Amerikën Latine apo në Azi. Nëse duam ta ndryshojmë një qëndrim, duhet së pari të kuptojmë se çfarë i shqetëson, çfarë interesa shkan dhe cili argument mund të ketë kuptim për ta. Diplomacia nis kur para se të flasim përpiqemi të kuptojmë tjetrin dhe të kuptojmë arsyet e qëndrimeve të tyre. Në këtë drejtim kemi mbështetje të fortë juridike. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar se shpallja e pavarësisë Kosovës nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Këtë argument duhet ta përdorim, por natyrisht nuk do të mbetemi vetëm te ai. 18 vjet pas pavarësisë kemi mundësi të flasim shteteve që ende nuk na njohin edhe për Kosovën që e kemi ndërtuar dhe për atë që mund ta bëjmë së bashku. Kosova ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian dhe vazhdon të presë që ky proces të jetë së përpara. Në të njëjtën kohë kemi zgjedhur pa ekuivok të qëndrojmë në linjë me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian. Orientimi ynë euroatlantik është i qartë, por një rend i mbështetur në rregulla është i besueshëm vetëm nëse rregullat vlejnë njësoj dhe kur zbatimi i tyre është politikisht i vështirë. Nëse vendet e Ballkanit perëndimor ftohen të plotësojnë kriteret e integrimit, atëherë përparimi duhet varet nga kriteret dhe jo nga pengesat të cilat një vend nuk mund t'i zgjidhë përmes reformave të veta. Kjo duhet jetë pjesë e argumentit tonë në secilin kryeqytet evropian. Asamblea Parlamentare ka mbështetur antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Tani presim që procesi të përfundojë dhe qytetarët tanë të fitojnë qasje të plotë në mekanizmat evropian për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të tyre. NATO janë ndërkaq që është pjesë e historisë sonë të sigurisë e së ardhmës që ne e synojmë si shtet. Për Kosovën lidhja me aleancën nis me vitin 1999 dhe vazhdon sot me praninë e KFOR-it dhe me bashkëpunimin që institucionet tona kanë ndërtuar me vendet aleate. Marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë vendimtare për Kosovën dhe historia jone e përbashkët mbetet një lidhje e fortë. Megjithatë, duhet ta themi që brezi politikanëve amerikanë që e kanë jetuar drejt për drejt Kosovën e viteve 90 po të kurret. Breza të rinj hynë kongres, administrat, në media dhe në institucionet ku formohet politika jashtme amerikane. Shumë prej tyre nuk e kanë Kosovën pjesë të kujtesës politike personale. Në këtë punë mund të mbështetemi shumë më tepër edhe te diaspora. Shqiptarët në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë kanë luajtur prej kohësh
rol të rëndësishëm për Kosovën, por tani kemi edhe një brez që ka krijuar emër dhe lidhje në universitete, institucione, biznese, por edhe në profesionet ndryshme. Duhet punojmë më afër me ta dhe të shfrytëzojmë dijen, përvojën, por edhe kontaktet që kanë krijuar në vendet ku ata jetojnë dhe veprojnë. Të nderuar ambasador, raportet me Serbinë, siç e përmendi edhe zëvendës kryeministri dhe ministri Konjufca, mbeten një nga sfidat kryesore të politikës së jashtme të Republikës tonë. Serbia duhet të mbajë përgjegjësi për sulmin terrorist në Banjsk, për sulmet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it, gazetarëve, qytetarëve të tjerë, për dorëzimin e kryeterroristit Milan Radojčić dhe të tjerëve të përfshirë në këtë sulm terrorist, por po ashtu edhe për zbardhjen e fatit të mbi 1500 personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë. Adresimi i këtyre çështjeve është pjesë e domosdoshme e çdo procesi që synon një normalizim të vërtetë dhe qëndrueshëm të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo përgjegjësi bëhet edhe më e ndjeshme në dritën e zhvillimeve të ditëve të fundit. Në Zubin Potok, në lokacionet Kalludër e Vogël dhe Jabuk janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin viktimave të luftës së viteve 1998-1999, derisa institucionet tona po punojnë edhe në një lokacion të tretë të dyshuar për varrezë masive. Për diplomatët tanë, kjo duhet jetë një çështje vazhdueshme e komunikimit me qeveritë dhe institucionet e vendeve ku shërbejnë. Partnerët tanë duhet ta dinë se edhe sot, në Kosovë, po gjenden dëshmi të reja të krimeve të luftës dhe se drejtësia për viktimat e familjet e tyre ende pret përgjigje. Prandaj duhet i bëhet presion Serbisë që të hapë arkivat. Në anën tjetër, Serbia vazhdon politikën e saj hegemoniste ndaj Kosovës. Një tjetër shqetësim serioz që duhet ta adresojmë me partnerët tanë ndërkombëtar janë edhe deklaratat e fundit të Vučićit për mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit IBR. Siç e dini, IBR Lepenci dhe liçeni i Ujmanit janë pjesë e një sistemi jetik për furnizim me ujë, për energjinë, bujqësinë dhe jetën e qindra mijërave qytetarëve të Kosovës. Ndërhyrja e njëanshme në rrjedhat ujore ndërkufitare do të kishte pasoja shumë përtej një çështje teknike, nga se do ta prekte sigurinë ujore, energjetike, mjedisore dhe njerëzore të Republikës tonë. Për këtë arsye, diplomatët tanë duhet i bëjnë të njohura këto deklarata në kryeqytetet ku shërbejnë dhe t'i informojnë qeveritë e vendeve pritëse për natyrën dhe pasojat e kësaj ideje absurde sa edhe kërcënuese. Duhet ta bëjmë të qartë se përdorimi i burimeve ujore si instrument presioni ndaj Kosovës është i papranueshëm dhe se ide të tilla që ringjallin qasje shoviniste dhe destabilizuese ndaj Kosovës duhet marrin vëmendjen dhe reagimin e duhur ndërkombëtar. Kosova pret nga partnerët e saj që çdo veprim që rrezikon burimet ujore jetike për vendin të trajtohet në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare, për ujërat ndërkufitare përfshirë edhe përdorimin e drejtë dhe të arsyeshëm të tyre dhe detyrimin për të parandaluar dëmin e konsiderueshëm ndërkufitar. Edhe mënyra se si qeverisim brenda vendit ka peshë, sepse drejtat që ua garantojmë qytetarëve tanë e bëjnë më bindës atë që themi për Kosovën jashtë. Kosova ka një argument të fortë edhe këtu. Ne kemi ndërtuar një shtet që u garanton komuniteteve të drejta të gjera dhe përfaqësim institucional. Këto garanci janë pjesë e rendit tonë kushtetues dhe një nga dëshmitë më të qarta të llojit të shtetit që kemi zgjedhur të ndërtojmë. Shpresoj që gjatë këtyre ditëve të kemi biseda të hapura dhe dobishme për punën që kemi përpara, të dëgjojmë nga ju çfarë po ndryshon në vendet ku ju shërbeni dhe të shohim bashkë se ku duhet ta përqendrojmë më shumë vëmendjen tonë. Ju falenderoj për punën që po bëni çdo ditë për përfaqësimin dinjitoz të Republikës tonë. Në sfida që na presin, dua të dini që e keni mbështetjen tonë dhe se do t'jemi pranë jush sa herë që t'jetë e nevojshme. Jemi bashkë, prandaj edhe ju uroj punë të mbarë dhe diskutime të dobishme gjatë këtyre ditëve. Ju falenderit shumë.